Edhe dy palë zgjedhje në çdo ngërç ose në çdo proces që na pret, diçka procedurale që është, sepse zgjedhja e kryetarit shtetit ose presidentit është krejt procedurale. Dhe duhet kishte interes të dy palë ose tri, po mjafton dy palë, dy parti eventualisht, dhe me minoritetet pakisjo-sërbet që të keni shumicë dhe të merren vesh për diçka. Çka do të thotë nëse dikush e ka pushtetin ekzekutiv, po supozojmë pas zgjedhjeve që mund të ndodhin nëse nuk do të kemi mandatar gjatë këtyre ditëve, atëherë e merr ekzekutivin, po qituhet atij tani më dhe presidenca. S'ka kuptim, sepse është në një mënyrë një tjetër, nuk është demokratike, është autarkike, dikush që i glabron gjitha pushtetet, e ka atë gjyqësorin, e ka ekzekutivin, e ka legislativin, po tani si ashtu, do me thënë, duhet shumë lehtë edhe shpejt për disa orë, për të më thënë disa minuta, si që ishte rasti edhe me konstituimin e kuvendit. Vetëm disa minuta na duheshin, po të kishte arsye të kjo klasë politike për të marrë vesh që të kaloj kryetari dhe mandej nën kryetarët e kuvendit, zgjatën 2-3 muaj ditë. Pra, nuk do duhej të kishim zgjedhje të tilla, do duhej që pas nëse shkohet në zgjedhje, fillimisht mirë do të ishte mos shkohet në zgjedhje. A ka një dakordim të heshtur mes gjitha partive politike për të shkuar në zgjedhje? Nuk duket se ka diskutime për mandatorin. Jo, unë mendoj që kemi një gjendje faktike fatkeqe, që të gjithë e dinë se janë të paaftë ose janë për të krijuar shumicën, po edhe janë aq inatçor, aq ka makiavelizëm dhe egoizëm politik, sa që nuk dojnë bashkëpunojnë me njëri tjetrin, janë ashpërsuar pa nevojë. Marrëdhëniet se përndryshe gjithmonë ka mundësi kur ka vullnet mirë. Po bashkëpunimi nuk është se kanë mundësi të iken, zotri Baraliu, sepse nëse mbahen zgjedhjet në dhjetor, ashtu dhe siç po thuhet, ndoshta rezultati nuk është se do të jetë shumë ndryshe nga ai që nuk e dim ne, atë varet prej qytetarëve, mund të jetë ashtu si thoni ju, mund të mos jetë, po me rëndësi do të ishte të mos shkohet në zgjedhje. Me rëndësi do të ishte shumë edhe një moment kritik për të reflektuar kjo klasë politik, kush do qoftë, që edhe deputetet veç e veç, pa marrë parasysh partitë, faleminderit, që ta bëjnë një mandatar dhe ta bëjmë një qeveri. Nëse kjo nuk ndodh në zgjedhjet e ardhshme, kushdo që çfarë kombinatorike mozaiku do të kemi nuk e dim, do duhet mbushën mend këta njerëz që çfarëdo që të jetë mozaiku që do ta ofrojë qytetari, të bëhen bashkë dhe ta bëjnë një qeverisje stabile dhe të mos ketë nevojë për një parë zgjedhje pas këtyre, siç i ka parapak kryeministin e detyrë. Pse? Sepse ata që bëhen bashkë duhet merren bashkë vesh. Edhe të merren vesh edhe për presidentin, edhe të bashkojnë programet, ta keni platformë dhe një strategji qeverise për 4 vjet dhe vendi stabilizohet, për ndryshe ne jemi në fund pusit dhe kjo nuk ka kuptim, nuk e kuptoj, nuk ka asnjë indikator logjik dhe psikologjik racional që të lejon që të konkludosh si është e mundur që këta njerëz ndryshe deklarojnë fare pa hezitim, si u vjen keq as turp,